Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo ditë sjell ngarkesë emocionale dhe presion të vazhdueshëm, erdhi një moment që preku thellë jo vetëm banorët, por edhe publikun. Eliona, e ulur vetëm, me sytë e mbushur me lodhë dhe zërin që i dridhej, nuk arriti më t'i mbante brenda ndjenjat që prej kohësh e rëndonin. Lotët i rridhnin pa zhurmë, por dhimbja e saj ishte e dukshme. Ishte lodhje emocionale, shgënjim, ndoshta edhe ndjenja e të mos u kuptuarit në një lojë ku shpesh fjalët keq interpretohen dhe ndjenjat vijnë në provë. Eliona duke e thyer për momentin, por jo e dorëzuar, në atë çast, lëndrimi e vuri re. Pa bërë zhurmë dhe pa kërkuar vëmendje. Ai ju afrua ngadalë. U ul pranë saj dhe pa e lënë të fliste shumë, e përqafoi fort. Ishte një përqafim i sinqert, mbështetës, një përqafim që nuk kishte nevojë për shpjegime. Bëhu e fort, i tha ai me zë të ulët. Je shumë gocë e mirë. Fjalë të thjeshta, por që në atë moment kishin peshë të madhe. Eliona shpërtheu në lot edhe më shumë, por kësaj here lot lehtësimi. Ajo mbështeti kokën në supin e lëndrimit, duke ndjerë për herë të parë pas një kohe se dikush po e shite vërtet dhe po e kuptonte. Ky moment tregoi një anë tjetër të Big Brother Kosova, jo strategji, jo lojë, jo debate. Vetëm njerëzillëk. Një djalë që zgjedh të afrohet jo për kamera, por për të qenë mbështetje. Një vajzë që, edhe pse e fort në pamje, ka momente dobësie si çdo njeri. Banorët e tjerë e pan këtë skenë në heshtje. Disa u prekën, të tjerë reflektuan. Sepse në një shtëpi ku shpesh mbizotëron zhurma, ky ishte një moment i qetë që fliste më shumë se çdo debat. Eliona, pas përqafimit, u duk pak më e qetë. Lotët u thanë ngadalë, frymëmarrja ju stabilizua dhe sytë ju mbushën me vendosmëri. Ajo e kuptoi se nuk ishte vetëm. Se forca nuk do të thotë të mos qash, por të ngrihesh sërish pasi ke qarë. Ky çast do të mbetet një nga momentet më të ndjera të Big Brother Kosova, një kujtesë se edhe në lojën më të fortë, zemra ka gjithmonë vend të flasë.